Qindra banor, përfaqësues të pushtetit vendor dhe politikanë e biznesmen protestuan në Ulqin me moton "Ulqini nuk është në shitje". Protesta u thirr për shkak të pakënaqësive lidhur me tenderin për dhënien me qira të plazheve të Ulqinit, të cilat vitet e fundit janë marrë me qira nga biznesmenët lokal, por këtë vit oferta më e mirë e marrjes me qira të plazheve u vlerësua të ishte ajo një kompani arabe. Kryetari i komunës së Ulqinit, Genci Imanbegu, tha para të pranishmëve se kjo protestë është kulmi i pakënaqësisë me centralizimin e pushtetit nga qeveria Malit të Zi. Këtë betejë nuk guxojmë ta humbasim dhe prandaj themi qeverisë na ktheni pronat që na keni marrë, shtoi Imanbegu. E kam arrit qëllimin që gjithë subjektet politike tulen një tryez dhe zbashku të peshojmë çka duhet të bëjmë. E kemi thënë dje, kemi thënë edhe nesër. Kërkesat e juaja, kërkesat tona për anulimin e tenderit, për aneksin dhe për ligjin e ri mbi të mbirat detare ju përkrahin jo vetëm kryetari Raičević, por edhe kryetari i Hercegnovit, edhe kryetari i Kotorit, edhe kryetari i Budves, edhe i Tiftit. Gjithë komunat janë pas tyre kërkesave. Kjo betejë na ka dalë si një prej betejat të cilat nuk guxomi humb. Ne këtë betejë zguxomi humb. Dhe prandaj i themi qeverisë, na ktheni prona që keni marrë nga viti 91 deri tani, na ktheni prona që keni marrë në viti 2009. Ulqini nuk do hesht, edhe Ulqini asesi nuk është në shitje. Kemi hesht shumë për Galep. Kemi hesht, por ju kujtoj, nuk kemi hesht për Këlpore, s'kemi hesht për Vardanos, ato betejë i kemi fitu. Edhe kjo qëndrim sot, qëndrim ditëve të kaluara dhe në të ardhmen, siguron që edhe këtë betejë do të fitojmë. Të pranishmëve ju drejtua dhe kryetari i komunës së Tivarit, Dušan Raičević. Ai tha se ka ardhur për t'i përkrahur kërkesat e ulqinakëve, pasi sot e poson Ulqini, nesër Tivari e kështu me radhë. Ndërkohë, përfaqësuesi i shoqatës së qiramarrësve të plazheve, Albert Kastrati, deklaroi se kompania e huaj që ka marrë pjesë në tender dhe ka fituar konkursin për 9 plazhe është favorizuar për shkak të vonesës së procedurës së tenderit, që të mund të regjistrohet në Mal të Zi dhe të aplikojë. Kompania nga Emiratet e Bashkuara Arabe ka planifikuar të marrë me qira të gjithë plazhin e Velika për 99 vjet nga porti Milena deri në Bojan. Kryeministri malezez Milojko Spajić përcolli mesazhin se Ulqini do të zërë vendin që i takon me hartën turistike botërore. Projektet e mëdha zhvillimore u sjellin fuqi ekonomike bashkive dhe zëri i tyre bëhet më i fortë.